Lëshoje baban tim dhe unë do të bëj të ecësh. Një vajzë 10 vjeçare i tha gjyqtarit në karrocë. E gjithë salla e gjyqit shpërtheu në të qeshura. Askush nuk e imagjinonte se ajo fëmijë mbante një sekret që do ta përmbyste gjithçka. Unë do t'ju bëj të ecni nëse e lironi baban tim. Fjalët përshkuan sallën qendrore të drejtësisë si një rrufe në qiell të errët. Për një çast ra heshtje, pastaj shpërthyen të qeshura shurdhuese. Izabela, një vajzë e vogël me sy të vendosur dhe flokë të gërshetuar thjesht, qëndronte në mes të sallës. Atletet e saj të vjetra fërkoheshin mbi mermer ndërsa ajo ecte drejt bankës së gjyqtarit. Fustani i thjesht i valvitej lehtë, por asgjë në qëndrimin e saj nuk tregonte hezitim. Gjyqtari Fernando Campos, i njohur si më i pamëshirshëm i qytetit, e vështronte nga karroca e tij. Fytyra e gdhendur nga koha dhe dhimbja mbante rrudha të thella, dëshmi e viteve të vendimeve të rënda. Askush nuk e kishte sfiduar ndonjëherë. Dhe tani, një fëmijë po i premtonte t'i kthente diçka që jeta ia kishte marrë. Zoti gjyqtar, tha Izabela me zë të lartë, duke prerë të qeshurat, e di që mund të ecni përsëri, por më parë duhet të bëni drejtësi. Lironi baban tim. Të qeshurat u shtuan. Dikush nga fundi i sallës thiri metalli që ta bënte të kërcente. Të tjerë duartrokitën duke e kthyer gjyqin në një shfaqje mizore. Në bankën e të akuzuarve, Lucas Almeida qante në heshtje. Ai u përpoq të fliste, por vajza nuk u kthye. Ajo u ndal para karrocës dhe e shikoi drejt në sy gjyqtarin. Në atë vështrim fëmijëror kishte diçka që e tronditi. Nuk ishte naivitet, ishte e vërtet e pastër. Ky është gjykat, jo cirk, tha gjyqtari me zë të ftohtë. Fjalët e tua nuk ndryshojnë ligjin. Prokurori Andre Villela kërkoi që vajza të nxirrej jashtë. Avokatja e mbrojtjes, Beatrice Lima, e zbet nga tensioni, kërkoi vetëm që fëmia të kthehej në vendin e saj. Por Izabela ndërhyri, unë po them të vërtetën. Babai im është i pafajshëm dhe ju e dini këtë. Dhe unë mund ta provoj se ju mund të ecni përsëri. Komentet e hidhura vazhduan, por Izabela nuk u tërhoq. Lotët ju mblodhen në sy, por ajo i mbajti. Babai i saj varej nga ajo. Lucas kujtoi ditën kur u arrestua. Punonte si kontabilist në korporatën Vitria, një firmë e respektuar. Një ditë u zbuluan zhdukje milionash dhe të gjitha provat digjitale çonin te ai. U arrestua para syve të vajzës. Që atëherë Izabela kishte pushuar së qeshuri. Në shkollë e përbuznin, e quanin Bi Hajduti. Dhe tani ajo qëndronte përballë gjyqtarit më të frikshëm. Fernando Campos, i paralizuar pas një aksidenti të rënd, kishte humbur jo vetëm këmbët, por edhe dhe mshurinë. Ke 2 minuta të largohesh, tha ai. Izabela nuk lëvizi. Ajo u gjunjëzua para karrocës dhe preku rrotat metalike. Ju keni qenë si babai im, pëshpëriti. E dini si është kur askush nuk të beson. Kur të gjykojnë pa të dëgjuar. Fjalët i shpuan mburojat e tij të ftohta. Kur të bëni atë që është e drejtë, e pamundura do të ndodhë, tha ajo. Heshtja ra mbi sallë. Edhe prokurori u ndjej i pasigurt. Gjyqtari i dha vajzës 30 sekonda. Izabela mori frym thellë. Atë natë kur thonë se babai im vodhi, ai ishte me mua në spital. Kisha një krizë dhe ai qëndroi pranë meje gjithë natën. Ka kamera, mjek, infermiere. Si mund të ishte në zyrë duke vjedhur kur mbante dorën time? Beatrice u ngrit menjëherë. Kjo ishte provë vendimtare. Prokurori u përpoq të kundërshtonte, por dyshimi kishte hyrë në sallë. Gjyqtari kërkoi të dhënat e spitalit. Kur dosja mbërriti, gjithçka u qartësua. Izabela ishte pranuar në urgjencë me baban pranë saj gjatë gjithë natës. Transaksionet e dyshimta ndodhen pikërisht në ato orë. Kishte edhe një shënim nga një infermiere që dëshmonte se ai nuk ishte larguar asnjë minutë. Fernando thiri prokurorin në zyrë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu se po zgjoi diçka brenda tij. Kujtoi hetimin e vjetër për korrupsionin që kishte lënë pas aksidentit, frikën, heshtjen. Tani, përballë guximit të një fëmije, ai vendosi të mos mbyllte më sy. E vërteta kishte lënë gjurmë. Dhe fal një vajze të vogël, drejtësia po kthehej në këmbë. Zoti prokuror, filloi Fernando me zë të ftohtë. Duket se ka pasur një dështim jashtëzakonisht të rënd në hetimin e këtij rasti. Një alibi i fortë është injoruar plotësisht. Dua një shpjegim.
I nderuar gjyqtar, unë shqyrtoj të gjitha dokumentet që më paraqiten nga hetimi policor. Nëse ka pasur një alibi, ai nuk ishte në dosjet që mora. Atëherë dikush nga policia ka fshehur informacion vendimtar nga ju, ose ju e keni fshehur nga gjykata. Cila nga këto është e vërteta, zoti prokuror? Andre gëlltiti me vështirësi. Betoj se nuk kisha dieni për ndonjë alibi spitalor, por do ta hetoj menjëherë se si kjo ka kaluar pa u vënë re. Do të bëni më shumë se kaq. Do të më shpjegoni se si një çështje me kaq shumë mospërputhje arriti në fazën e shpalljes së vendimit. Mund të largoheni. Kur Andre doli, Fernando mbeti sërish vetëm. Ai vështroi këmbët e veta të palvizshme prej kaq shumë vitesh. Fjalët e Izabelës I jehojnë në mendje. Kur të bëni atë që është e drejtë, e pamundura do të ndodhë. A ishte e mundur? A mund të ishte e sigurt një fëmijë për diçka kaq të pamundur? Ai tunte kokën. Nuk ishte rastësi. Duhej të kishte një arsye. Dhe megjithatë, diçka brenda tij ishte zgjuar. Një shkëndijë e diçkaje që mendonte se e kishte humbur për gjithmonë. Drejtësia, e vërteta, qëllimi. Disa orë më vonë, gjykata u rihav. Këtë herë, një person I ri ndodhej në sallë. Marta Oliveira, një grua e moshës së mesme, me sy të butë dhe qëndrimin e lodhur të dikujt që punonte turne nate, ishte ulur në karrigen e dëshmitarit. Zonja Oliveira, filloi Fernando, a keni punuar në qendrën mjekësore Shpresë në natën për të cilën bëhet fjalë? Po, zoti gjyqtar. Isha në shërbim në repartin e pediatrisë. Dhe a e mbani mend Lucas Almeida? Marta buzëqeshi lehtë. E mbaj mend shumë mirë. Ai qëndroi gjithë natën pranë vajzës së tij. Fëmia ishte shumë keq, me dhimbje të forta, dhe ai nuk u largua asnjë sekondë. Madje I këndoi që ta vinte në gjumë. Ishte një nga momentet më prekse që kam parë në gjithë karrierën time. A mund të konfirmoni nëse ai u largua nga spitali në ndonjë moment gjatë asaj nate? Jo, zoti gjyqtar, e verifikova vetë. Ai nuk doli as për të ngrënë, kërkoi vetëm ujë dhe qëndroi gjithë kohën pranë vajzës. Andre Vilela po zbehej gjithnjë e më shumë. Beatrice Lima buzëqeshi lehtë duke bërë shënime me nxitim. Lucas shpërtheu në lot në bankën e të akuzuarve. Dhe pse nuk u thirrët për të dëshmuar më herët? Pyeti Fernando. Marta hezitoi. Në të vërtetë, zoti gjyqtar, u thirra nga policia për të dhënë dëshmi. Tregova gjithçka që dija, por më pas nuk më thirrën më. Mu duke çuditshme, por mendova se dëshmia ime nuk ishte e rëndësishme. Një murmuritje përshkoi sallën. Fernando ndjeu një zemërim të ftohtë t'i ngjitej në shpinë. Dikush kishte fshehur qëllimisht dëshminë e një dëshmitareje kyçe. Dikush donte që Lucas Almeida të dënohej, pavarësisht së vërtetës. Zoti gjyqtar, tha Beatrice duke shfrytëzuar momentin, kërkoi zyrtarisht rihapjen e plotë të këtij rasti. Ka prova të qarta se klienti im ishte viktimë e një kurthi dhe se informacione thelbësore I u fshehen gjykatës. Fernando pohoi ngadalë. Kërkesa pranohet. Ky gjykim pezullohet deri në përfundimin e një hetimi të ri. Zoti Lucas Almeida, të gjithë mbajtën frymën, jeni I lirë me mas arresti shtëpiak deri në sqarimin e fakteve të reja. Prangat do të hiqen. Salla shpërtheu. Gazetarët bërtisnin pyetje. Spektatorët u ngritën në këmbë. Lucas u rrëzua në lodh. Izabela, që shikonte nga larg, ndjeu këmbët t'i dobësoheshin, por mes gjithë atij rrëmuje, diçka e jashtëzakonshme filloi të ndodhte. Fernando Campos, ulur në karrocën e tij, ndjeu një ndjesi të çuditshme që I përshkonte këmbën e djathtë. Ishte e lehtë, pothuajse e padukshme, një shpim I butë, sikur diçka e fjetur prej vitesh po zgjohej. Ai pa poshtë, e pamundur. Duhej të ishte imagjinata e tij. Por ndjesia nuk u ndal, përkundrazi, u përhap ngadalë nga kofsha drejt gjurit. Zemra I rrite fort. Nuk mund të ishte e vërtetë. Mjekët kishin qenë të qartë. Dëmtim I plot I palcës kurrizore, I pakthyeshëm. Por diçka po ndodhte, diçka që shkenca nuk mund ta shpjegonte. Ndërsa Lucas përqafoi vajzën e tij në korridor, Fernando mbeti vetëm në karrocë, duke ndjerë për herë të parë pas shumë vitesh një ndjesi që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Shpresë. Në zyrën e tij, I vetëm, ai hoqi këpucët dhe çorapet. Këmbët e tij të zbehta dhe të atrofizuara qëndronin të palvizshme. Ai u përqendrua në gishtin e madh të këmbës së djathtë.
Lëviz, pëshpëriti. Për disa sekonda nuk ndodhi asgjë. Pastaj, aq lehtë sa mezi u vure, gishti u droll. Ishte reale. Ai u mbërthye pas krave të karrocës, frymëmarrja ju shpejtua. Lot I mbushën syt. Fjalët e Izabelës I jehojnë sërish në mendje. Kur të bëni atë që është e drejtë, e pamundura do të ndodhë. Ai kishte zgjedhur drejtësinë. Kishte zgjedhur të dëgjonte. Dhe tani, e pamundura po ndodhte. Me zemër që I rrite fort, ai kërkoi të gjitha dosjet e aksidentit të tij. Raportet flisnin për një defekt mekanik, por një emër I njohur I ra në sy. Mekaniku që kishte firmosur raportin ishte hetuar më vonë për falsifikim ekspertizash. Dikush kishte sabotuar frenat e makinës së tij. Dikush kishte dashur ta hiqte nga rruga. Ai hapi dosjen e vjetër të korrupsionit që kishte hetuar dikur. Në qendër të gjithçkaje ishte e njëjta kompani ku punonte Lukas. Nuk ishte rastësi. Ishte I njëjti rrjet, e njëjta metodë, manipulim provash, heshtje dëshmitarësh, shkatërim I jetëve të njerëzve të pafajshëm. Fernando telefonoi Beatrizën dhe I kërkoi të sillte Lukasin dhe çdo informacion që kishte për kompaninë. Një betejë më e madhe po fillonte. Diku tjetër, njerëz të fuqishëm po bënin plane të errëta. Ata flisnin për kërcënime, për frikësim, për sakrifikimin e atyre që kishin dështuar. Por ata nuk e dinin një gjë. E pamundura tashmë kishte filluar. Dhe kur e pamundura fillon, asnjë pushtet nuk mund ta ndalë më të vërtetën. Ajo u ngrit menjëherë pa bërë asnjë pyetje. Lukas e veshi me duar që I dridheshin, mori vetëm gjërat më të domosdoshme dhe doli nga dera e pasme. Ai nuk e dinte se po vëzhgohej, por nuk donte të rrezikonte. Gjysmë ore më vonë, ishin në zyrën e Beatriz Limës. Avokatja I priti me një vështrim të shqetësuar, duke vënë re menjëherë panikun në fytyrën e Lukasit. Çfarë ndodhi? Lukas I tregoi mesazhin. Beatriz e lexoi dhe u zbe. Duhet të njoftojmë policinë menjëherë. Policinë? Lukas u përmbajt vetëm për shkak të pranisë së Izabelës. Ishte pikërisht policia që manipuloi provat kundër meje. Si mund t'u besoj tani? Atëherë shkojmë te gjyqtari Campos. Ai duhet ta di. Në gjykat, Fernando Campos po jetonte revolucionin e tij të heshtur. Ai kishte mbërritur më herët se zakonisht para se të vinin punonisit. U mbyll në zyrën e tij dhe, me zemrën që I rrite fort, e pozicionoi karrocën pranë tavolinës. Këtë herë nuk do të përpiqej vetëm të lëvizte gishtat. Do të përpiqej të ngrihej në këmbë. Fernando u kap fort pas buzës së tavolinës me të dyja duart, nyjat e gishtave ju zbardhen nga tensioni. Mori frymë thellë disa herë, duke ndjer ajrin të hynte e të dilte si zjarr. Këmbët, dikur plotësisht të vdekura, tani vibronin nga një shpim I vazhdueshëm që ishte shtuar gjatë natës. A mundesh? Pëshpëriti ai. Nëse një fëmijë pati besim të mjaftueshëm për të sfiduar një sallë të tërë gjyqi, ti mund të kesh besim të mjaftueshëm për të provuar. Ai shtyu veten. Dhimbja që I përshkoi këmbët ishte aq e fortë sa gati u dorëzua. Nuk ishte dhimbje e plagës, ishte dhimbja e muskujve të atrofizuar që detyroheshin të punonin pas vitesh braktisjeje. Çdo fibër protestonte, por Fernando nuk u ndal. Djersa I mbuloi trupin. Dhe atëherë ndodhi. Këmbët e tij prekën tokën me peshë reale. Gjurët që nuk ishin përkulur prej vitesh filluan të përgjigjeshin. Centimetër pas centimetri, ai u ngrit nga karroca. Kur më në fund qëndroi në këmbë, I mbështetur rënd në tavolinë, I shpëtoi një tingull mes të qeshurës dhe të qarës. Syt I u mbushën me lodh. Ai ishte në këmbë. Këmbët I dridheshin, kërcënonin të dorëzoheshin, por ai qëndronte. Faleminderit, pëshpëriti, pa e ditur kujt I drejtohej. Një trokitje urgjente në derë e bëri të kthehej me shpejtësi në karrocë. Hyni. Beatriz hyri me Lukasin dhe Izabelën. Ajo ndaloi e habitur. Diçka ishte ndryshe te gjyqtari. Fytyra I ishte skuqur, syt I shkëlqenin. Zoti gjyqtar, kemi marrë një kërcënim. Fernando lexoi mesazhin dhe fytyra I u ngurtësua. Ata janë të dëshpëruar. Kjo konfirmon gjithçka. Çfarë? Fernando u tregoi një skem në kompjuter. Korporata Vitria nuk ishte thjesht një kompani investimesh. Ishte një fasad për pastrim parash që përfshinte politikan, biznesmen dhe zyrtar.
Kur dikush bëhej kërcënim, e shkatëronin me prova të rreme dhe dënime të fabrikuara. Lukas ndjeu të ftohtë në shpinë. Ai kujtoi se kishte parë mospërputhje në llogari dhe kishte bërë pyetje. Kjo ishte arsyeja pse e kishin shënjestruar. Beatrice kuptoi se kishin përballë një organizatë të tërë kriminale. Në atë moment, dera u hap dhe hyri hetuesi Paulo Mendes me fytyrë të zymë. Zoti gjyqtar, kemi një problem. Andre Villela është zhdukur. Dhe në zyrën e tij gjetëm dokumente që e lidhin drejt për drejt me korporatën Vitria. Pagesa, udhëzime për manipulim provash dhe një listë viktimash të tjera. Izabela, që kishte qëndruar e heshtur, ngriti kokën. Babai, infermierja nga spitali është në rrezik. Të gjithë heshtën. Ajo kishte të drejtë. Fernando urdhëroi menjëherë mbrojtje për Martën dhe për familjen. Pastaj e pa vajzën me respekt. Ti je më e guximshme se shumë të rritur. Unë vetëm doja të shpëtoja baban, tha ajo. Dhe ti bëre më shumë se kaq. Ti më shpëtove edhe mua, tha ai. Fernando tregoi se aksidenti i tij nuk kishte qenë rastësi. Ishte sabotim nga të njëjtët njerëz. Ai kishte hequr dorë nga e vërteta, derisa një fëmijë i kujtoi çfarë do të thotë drejtësia. Ai u mbështet në tavolinë dhe, para syve të të gjithëve, u ngrit përsëri. Izabela mbuloi gojen nga habia. Lukas dhe Beatrice mbetën pa fjalë. Ai bëri disa hapa të pasigurt, si një fëmijë që mëson të ecë. Kur preku supin e Lukasit, tha, kur zgjodha të kërkoj të vërtetën, jo thjesht të dënoj, diçka u zgjua në mua. Jo vetëm në shpirt, por edhe në trup. Një polic hyri me nxitim. Infermierja Marta është gjallë, por dy burra u përpoqën të hynin në shtëpinë e saj. Ajo arriti të shpëtoj. Fernando urdhëroi siguri maksimale. Ata kishin prova të mjaftueshme, por duhej të vepronin me mençuri. Armiqt do të përpiqeshin të sakrifikonin Andre Villen për të mbrojtur veten. Atëherë, tha Fernando, ne do ta përmbysim lojën. Ata mendojnë se kontrollojnë tabelën, por harrojnë se figura më e fuqishme është mbretëresha. Dhe ndonjëherë, ajo vjen në formën e një vajze të vogël që nuk pranon të dorëzohet. Të nesërmen, gjykata ishte e mbushur plot. Fernando po stërvitej të ecte me hapa të vegjël, me një shkop të improvizuar. Djersa i mbulonte fytyrën, por ai nuk ndalej. Kur Paulo hyri, i tha se Andre Villela ishte gjetur i vdekur. Zyrtarisht vetvrasje, por gjithçka tregonte se ishte eliminuar. Megjithatë, ai kishte lënë prova të mjaftueshme për të zbuluar arkitektët e vërtet të skemës, drejtues të kompanisë, politikan dhe një shef policie. Ata po vinin në gjykatë si dëshmitar, pa e ditur se gjithçka ishte gati të shembej. Lukas dhe Izabela hynë në sallë. Ajo e shtrëngoi dorën e të atit. Unë e di, babi, tha ajo. Sot e vërteta do të dalë në dritë. Sepse kur dikush bën atë që është e drejtë, ndonjëherë ndodhin mrekulli. Dhe atë mëngjes, të gjithë ndjen se një stujë e madhe po vinte, një stujë që do të rrëzonte një perandori të ndërtuar mbi gënjeshtra dhe frikë. Drejtësia po ngrihej në këmbë, një hap pas tjetrit. Zhurma e turmës u shua kur dyert kryesore u hapën dhe Fernando Campos hyri në sallë. Ai ishte ende në karrocën e tij, i shtyrë nga një oficer i gjykatës, por kishte diçka ndryshe tek ai. Qëndrimi, shikimi, energjia që rrezatonte. Njerëzit e ndjen, edhe pa e kuptuar pse, ndjen se diçka e jashtëzakonshme ishte gati të ndodhte. Fernando mori vendin në bankën kryesore, rregulloi mikrofonin dhe goditi çekanin 3 herë. Tingulli jehoi në sallë si bubullim. Kjo gjykatë është e hapur. Sot nuk jemi këtu vetëm për të rishikuar çështjen e Lucas Almeidës. Jemi këtu për të zbuluar një rrjet korrupsioni që shkatërroi jetë, manipuloi drejtësinë dhe njollosi sistemin që u betova të mbrojë. Një murmuritje përshkoi sallën. Mauricio, Sergio dhe Olavo shkëmbyen shikime të shpejta, maskat e tyre të vetbesimit filluan të çaheshin. Fernando thiri një nga një duke paraqitur prova, dokumente, emaile dhe dëshmi që tregonin se si ishin manipuluar hetime, si ishin fabrikuar prova dhe si njerëz të pafajshëm ishin shkatëruar për të mbrojtur interesa të errëta. Dëshmitar u paraqitën burra dhe gra që kishin humbur vite nga jeta e tyre, karrierat dhe familjet, vetëm sepse kishin guxuar të thoshin të vërtetën. Çdo histori rëndonte ajrin e sallës, duke zbuluar një model të qartë padrejtësie dhe frike. Izabela i shikonte të gjitha duke shtrënguar dorën e babait.
Ajo nuk kuptonte çdo fjalë ligjore, por kuptonte dhimbjen dhe e dinte se babai i saj nuk kishte qenë kurrë vetëm. Kur një video me rrëfimin e prokurorit të vrarë u shfaq në ekran, e vërteta doli e plot dhe e pamohueshme. Emra, shuma parash, kërcënime dhe plane për të shkatëruar çdo që bëhej pengesë. Në mes të kaosit, Fernando u mbështet fort në krahët e karrocës. Zemra i rrite fuqishëm. Ai mbylli syt për një çast dhe pastaj, me një përpjekje të dhimbshme, u ngrit. Dhimbja i përshkoi këmbët, por ai nuk u ndal. Ngadalë, centimetër pas centimetri, ai u çua plotësisht në këmbë. Heshtja ra mbi sallë. Gjyqtari që nuk kishte ecur prej vitesh, tani qëndronte drejt. Ai bëri një hap, pastaj një tjetër. Lot rodhen nga syt e shumë njerëzve. Disa u gjunjëzuan, të tjerë u përqafuan, të tjerë thjesht qëndruan pa lëvizur, të tronditur nga ajo që po shihnin. Fernando foli me zë të fortë dhe të qartë. Për vite humba besimin te drejtësia dhe te e vërteta. Një fëmijë më kujtoi se kur zgjedhim të bëjmë atë që është e drejtë, diçka brenda nesh shërohet dhe zgjohet. Ai u kthye nga të akuzuarit. Ju ndërtuat një perandori mbi padrejtësi. Shkatëruat familje dhe jetë, sepse besuat se ishit të paprekshëm. Sot, drejtësia ju arrin. Me një goditje të fundit të Çekanit, ai shpalli arrestimin e tyre për korrupsion, mashtrim, manipulim gjyqësor dhe vrasje. Më pas u kthye nga viktimat dhe u premtoi rehabilitim, dëmshpërblim dhe pastrim të emrave. U kthye nga Lukas dhe, me përulësi, kërkoi falje për dështimin e sistemit. Zbriti nga podiumi dhe i shtrëngoi dorën, në një gjest që ishte më shumë se formalitet, ishte njohje dhe respekt. Pastaj u ul në gjunjë përballë Izabelës. Ti shpëtove baban tënd, shumë familje dhe edhe mua. Jo vetëm këmbët e mia, por besimin tim. Vajza u përgjigj me zë të qetë, unë vetëm doja që ju të bënit atë që është e drejtë. Kur bëjmë të drejtën, ndodhin gjëra të mira, edhe ato që duken të pamundura. Fernando i vendosi në qafë një medalje nderi. Salla shpërtheu në duar trokitje. Izabela qau nga gëzimi, ndërsa Lukas e përqafoi fort. Gjyqtari, tashmë në këmbë, dha fjalën e fundit, sistemi i drejtësisë është bërë nga njerëz. Njerëzit mund të gabojnë, por edhe të ngrihen, të luftojnë dhe të korrigjojnë. Mos e nënvlerësoni kur fuqinë e atij që refuzon ta pranojë padrejtësinë si normale. Çekani ra për herë të fundit. Rasti u mbyll. Ajo ditë u bë kujtim i përjetshëm, dita kur e vërteta fitoi, kur drejtësia u ngrit në këmbë dhe kur një vajzë e vogël i mësoi një qyteti të tërë se edhe zemra më e vogël mund të ndryshojë botën.